بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. Hamdi, falenderimet, lavdëratat I takojnë vetëm të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Allahut falje dhe ndihmë kërkojmë. Ka në udhëzon I madhi Allah Gjelle Gjelaluhu në rrugën e drejt, nuk ka kush e largon nga jo rrugë. Dhe kanë të largon I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu nga rruga e drejt, nuk ka kush e udhëzon dhe qetë në dritë. Dëshmojmë dhe deklarojmë me dëshmien më të madhe për të cilën është kriju qiella dhe toka, për të cilën janë dërguar pejgamberët, janë shpallur librat, dëshmia ashhadu an la ilaha illa Allah, që në përkthimin adekuat do me thonë dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka Zot që meriton të adhurohet jashtë atë madhit Allah I cili është një. Allahu është një, ortak nuk ka. Allahu është një, shok nuk ka. Allahu është një, evlat nuk ka. Allahu është një, familje nuk ka. Allahu është një dhe vetëm Ati takon adhurimi dhe vetëm Ati duhet t'i drejtohemi me adhurim. Kjo është kuptimi I fjalës ashhadu an la ilaha illa Allah. Pastaj dëshmojmë dhe deklarojmë me dëshmien e dytë wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë që Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallami pejgamberi jon është pejgamber I fundit në rrezullin toksor, vull e pejgamberisë, rob dhe I dërguar I Zotit, I fundit nga gjithë pejgamberët. Për atë arsye, salavatet tona, përshëndetjet tona më të përzemërta ja adresojmë, ja dedikojmë, ja përcjellmi njeriut më të kompletuar, njeriut më të dalluar, njeriut më të mirë të përzgjedhur nga Zoti Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelalu, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së vet, shokëve të vet dhe gjithë besimtarët të cilët e kanë ndjek, janë duke ndjek dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Ju përshëndes xhamati kësaj xhamie me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e qiellit dhe tokës, me të cilën përshëndeten atje lart me laqet në qiell, muslimanët besimtarët në këtë tokë, xhenetlit në xhennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu qofshin mbi ju. Para se të fillojmë në mesazhin e kësaj dite të madhe të ditës së xumas, ne lutim Allahun Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelaluhu me bindje të thellë, me sinqeritetin më të lartë, nga zemra I drejtomu duke e lutë madhin Allah Dhul Gjelal që ai kusuret tona, gabimet tona, gjunahet tona,
af edhe magfiret na i ban ja Rabbel Alamin. Pastaj lusim Allahun xhalla shanuhu ve xhalla xhelalu në këto çaste sa ka njerëz të sëmurna për spitale, Zoti i shëron. Sa ka njerëz të cilët janë të burgosur pa fajshëm, Allahu t'i liron. Sa ka njerëz të cilët janë zhytur në borxhe gjatë sprovave dhe sfidave në këtë jetë, Allahu nga borxhet t'i pastron. Sa ka njerëz të cilët janë larg vatanit, kanë shku për ta fitu kafshatën e bukës, kanë shku në gurbet, Allahu ata t'i furnizon me rësk halal, gjithmonë t'i furnizon dhe nga çdo e keqe Allahu t'i mbron ja Rabbi. Pastaj lusim Allahu xhalla shanu, sa ka njerëz të idhnum me zvete, Allahu t'i pajton Jannatul Firdausin, gjithëve nasip në i ban inshallah. Jemi në ajetet 104, 103, 102, 101 të surës Safat. Në vazhdimsi të ligjeratës që kalojnë në javën e kalume, ku ne gjindemi në prak të festës të madhe të muslimanëve Kurban Bayramit. Dhe jemi në spjegimin e historisë të liderit të madh, krija e pejgamberve, i quajtur si Ebul Anbiya, baba i pejgamberve, krenari e ketë librave qiellore, krenari e ketë popujve, njeri i cili Allahu e ka përzgjedh dhe e ka etiketu, e ka emëru Khalilullah, i dashuri i Allahut, i afërt i Zotit, e ka emëru Zoti Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu, i afërt i ti, për shkak dashurisë së madhe që e ka pas ndaj Allahut. Në përshkrime tjera, në sure tjera, e ka emërue me etiketa dhe fjalë të ndryshme miradije, duke thonë se inna Ibrahima kana umma. Ibrahimi ishte një popull, edhe pse ai ishte vetë, por te Allahu peshën e kishte sa një popull. Tha kana hanifen, ishte gjithmoni pastërt, muslimen, ishte musliman, walam yaku minal mushrikin, dhe nuk ishte prej atyre që i përshkruajnë Allahut shok. Ishte prej personave që Allahun e adhuronin të vetëm. Nuk i kanë përshkruajt asnjëherë Allahut shok. Kështu e përshkruajti Allahu Ibrahimin alayhi salatu wassalam, dhe ne në ligjëratën e kalume spjegum se Ibrahimi alayhi salatu wassalami nga sprovat që i pat në këtë dunja, e kishte edhe një sprov që Allahu nuk i pa dhënë këtij evlat. Nuk i kishte pas dhënë evlat, derisa ai arriti në moshën, ashtu si thojnë komentatorët e Kuranit, në moshën 86 vjeçare, edhe i ngrit durt lart në qiell, edhe i thot Allahu Gjellëshanu ve Gjelle Gjelalu, o Zot, më ka prek lodhja, ja Rabbi, mu ka zbardh mjekra, më janë zbardh kimet e flokve, ka fillu edhe eshtrat, kanë fillu edhe eshtrat me mu shtremu, me up formën e vetë, dhe jam në dobësu në forcë. O Zot, të kërkoj nga ty, që ti të më dhurojsh mu evlat. Shiqoni, sot njerëzit mendojnë se evladi bonës, kështu evladi vjen dhurat nga Allahu. Sa të dush me i bon sebepet bani, sa të dush mu munu. Në qovë se Allahu nuk e ka shkrujt në kaderin e vetë, në caktimin e vetë që ti me pas evlat, është kotë. Detyra e njeriut është me i lip sebepet të cilët i kalon Allahu të lejuara, si që është medicina, të lejuara ti bëjsh sebepet për me qenë prinder, mu bo bab, me kon nan, por jo me shku në për adresa dhe vendet të gabume, që të kërkojsh një sen ku ata s'mujnë me të dhonë, që nuk mundet në asnjë farë lloje të mënyrës të mendohet se mundet marrë vladi nga shpella, e kujt unet se la shpella tje në për fshatrat edhe në për kodrat. Ashtu si bëjnë disa njerëzi, shkojnë të disa dervish,
shkojnë të disa sheler, shkojnë të disa sehirbas, shkojnë të disa njerëz të cilët nuk banë me shku të ata dhe shkuarja të ata është një gjuna i madh prej gjunave që regjistrohen në regjistrin e njeriut, po që shkon të ata dhe kërkon. E vetëmi adresë që duhet kërkohet është medicina. Po që medicina nuk mundet kërkush, ndërsa mbi medicinën është fuqia dhe dëshira Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu. Na jep mësim Ibrahimi alayhi salatu wa salami se ne duhet t'i drejtohemi sinqerisht Allahut. Allahu në moshën 86 vjeçare ja pranon duan me tekstin të cilën e ka përpilu vet ai. A thuval, cili ishte teksti, tha o Zot, në qovë se ti ma jep mu një evlat, unë tha do t'a baj kurban për ty. Në qovë se ti do t'ma japsh një evlat, unë do t'a baj kurban për ty. Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'ja ban kabul lutjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Nga bashortja e vet, Hajeri. Ibrahimi alayhi salatu wassalam të dashurit e mi i kishte 2 bashorte, 2 gra. Njëna ishte Sara, gruaja e parë, e dyta ishte Hajeria, gruaja e dytë. Allahu deshti që nga Hajeria alayhi salam të lind Ismaili alayhi salatu wassalam, i cili është gjysh i Muhammed Mustafas sallallahu ta'ala alayhi wasallam. I bje ata pas një përleshje mes 2 grave, i be ata që të jetojnë në shkretinën ashtu si e përshkrujti Zoti, gajra dhi zër'in inde bejtikel muharram, i pruni me jetu në luginën ku nuk del gjelbrim, ku nuk ka asnjë lloj bereqeti, ku nuk del asnjë lloj druni, asnjë lloj bari, asnjë kurrë hiç, gur, ata që kanë shku apo kanë me shku për ta vizituar atë vend, kanë me pasë gadishulli arabik, gadishull, shkretir, nuk ka kurrë, ketë është zall edhe gur, e le Ibrahimi alayhi salatu wassalam me evladin posa të lindur Ismailin në Mekën e bekuar, gajri dhi zër'in ku nuk del bari, inde bejtikel muharram, në shtëpinë e Zotit e cila është Mesjidul Haram. I le ati dhe kthehet në Sham. Sham është Siria e sotshme me gjithë Jordanin edhe një pjesë e Libanit, një pjesë e Palestinës. Sham emërohet ai vend, ajo territorie, dhe pas 4 viteve do të kthehet te bashortja vet. Kur të vjen mas 4 viteve, i përmallum për familjen, i përmallum për evladin, do të vjen të çmallët me evladin e vet. Do të vjen ta heke atë që e ka lodh në gjoksin e vet, dashuria ndaj evladit, vjen në pozicionin që ta merr ta da, ta qaf, ta puth, edhe e merr shtrat me ra me flet, me evladin i cili taman ka nis me hi në moshën 6 vjeçare. Taman ka ardhë në moshën 6 vjeçare, kur baba fillon me lujt me evladin, evladi fillon me lujt me babën, e ndin knatësien e asaj se shka do me thonë me pas evlad. Be me flet, Ibrahimi alayhi salatu wassalami, dhe do të shenë andër një andër e çuditshme. Në gjumë, do t'i vjen një shpallje nga Zoti Dhul Gjelal dhe do t'i thot, o Ibrahim, qoje në vend atë çka e ki premtu. Qoje në vend therjen e djalit tanë. Qoje në vend atë të cilën e ki dhon fjallën. Qohet Ibrahimi alayhi salatu wassalam prej gjumit. Në këtë rast, komentatorët e Kur'anit çuditën i thojnë, o Zot, për shka e kërkon që Ibrahimin alayhi salatu wassalam ta therë kurban? Për shka e kërkon Ibrahimin ta therë kurban djalin e vet? Allahu Gjelle Gjelaluhu tha, do t'ju tregoj pak ma vonë. Ibrahimi alayhi salatu wassalam, pejgamberi Allahut, qohet në kome dhe i thot gruajes së vet, oj gruaja jeme, laje Ismailin,
parfymose mirë, veshe me petka të reja, subhanallah, laje, parfymose dhe veshe me petka të reja, që dietarët thojnë prej asaj dite, me tradit, në ditën e Bajramit, çdo non muslimane duhet t'i laje evladët e vetë, ti parfemose me parfemin më të mirë dhe ti veshe me petkat më të mira që i ka. Dhe nuk i tregoj nanës asgjë. Kur dulën pite shtëpia, prej Mekës së bekume, prej Mesxhidul Haramit, xhamisë Ka'bës, i tha djalit vet dhe zhvilloi një bisedë që mungon shumë sot të zhvillohet ajo bisedë mes baballarëve, prindërve dhe evladëve të tyre. Sot na mungon kjo pjesë shumë neve. Sot na kemi nevojë për që këtë më tepër se sa kemi nevojë me mbush frigoriferet me ushqime të ndryshme. Sot u ka hup kontakti dhe është kput lidhshmëria mes babës dhe evladit. Sot baba këtë senet mund t'i boje. Takime me filanin, takime me alanin, biset në për kafe, biset në për qajtore, biset në mahal, biset të shtabi partijak, biset agje, biset këtu, nuk mund të zhvillon një biset me evladin e vetë. Ndërsa evladi, nevojën e ka shumë të madhe për të bisedu baba me ta. Se irneki më i madh të evladi, irneki, shembëltira më e mirë për evladin është baba i vetë. Është nana e vetë. Për atë arsye, çdo nanë duhet të zbrese vetën poshtë, bisedoje me qikat e vetë. Çdo babë duhet të zbrese, hoxh, shka me bomër e une a mu marrë me culla, a mësu si fishnjorës jam i qerë dhe si jama. Jo, ti e babë. Dhe çdo babë është përgjegjës për evladin e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo njoni nga ju është bari, është çoban dhe është përgjegjës për tufën e vet. Wa rajulu ra'in fi ahli baiti. Dhe burri është çoban i familjes së vet, kujdestar i familjes vet. Wa mas'ulun an ra'iyati. Dhe ka mu pyet në ditën e Kiametit për antarët e familjes së vet. Të pyes për i Zot Zotit, të pyes për i Zot Allahit, kur e ki puth djalin ta. Të pyes për i Zot, mos më përgjigj mu, përgjigju vetës tande. Kur e ki puth qikën tande, kur e ki përqafu e veladet e tu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, në mihrab, duke qëndru erdh Hasani, erdh Huseini, nipat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini mirë se kemi shpjeguar këtë qursi se nipi edhe mbesa është evladi jot. Është evladi jot. Qoftë prej djalit apo të vajzës dallim nuk ka, janë evlad të tu. I mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i limoj të ditë, filloj njonin të puthe, filloj tjetrin të puthe, kur u qel dera e xhamisë kryesore, hini një beduin, hini një njeri i cili vinte prej shkretinës, kur hini mrena tha, Muhammedit apo i qafe dhe po i puth fëmit, tha në afro, tha Muhammed, ja Rasulallah, e tu qabbiluhuma, tha apo i puth, tha apo i qaf, tha po, tha me lam jerham, la jurham, tha i cili nuk i mëshiron të rrit, nuk e mëshiron as Allahu atë. Tha, lejse minna, me lam jerham saghirana, nuk o prej neve i cili nuk i mëshiron të vegjelit, fmit, generatat e reja, dhe nuk është prej neve i cili nuk i nderon generatat e vjetra. Tha, ja Rasulallah, li asharatum min al aulad, tha unë i kam 10 tha fmi, ma qabbeltu ahaden qat, tha asni herë dhe kur se këm puth asnja. Tha e shfar të bajta Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, shfar të bajta me ti, kur nga zemra jote tha është largu mëshira. S'ki rahmet ati, ti kanë që robot, ti kanë që gur, ti kanë që beton, ti smirsheve, ti dron kanë që. Një babi cili nuk e puthe vladin e vet, një babi cili nuk e limon bijen e vet, bija e cila mas disa vjetve ka me të shku, nuk është e ti, e ki emanet disa vjet, shkon, ndoshta ki me pas dëshirë ta qafish, s'ki me e pas nga të vetit,
ai cili se qafë dhe se puth, ta dije se ai me rahmetin Allahit është kput. Mos u bëni burra të mëdhej me e kalu burrnien e Muhammed Mustafas, se s'mujni mu bë burra ma burr se Muhammed Mustafaja. Rasulullahi alayhi salatu wasalam i qafke evladet e vet, i qafke fëmijët e vet, i qafke edhe ato fëmijët e fëmijëve, edhe i qafke fëmijët përgjithësi. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam me na dhon neve shembulltir të sjelljes muslimanit islame se si duhet të veprojmë. Ibrahimi a.s. e zbret vetën poshtë të nivelit, e ullë vetën edhe i thot, ja bunej, o biri jem. Pash Zotin, kur i ki thonë mëre evladit, o bir, o evlad, o loqke babës, kur i ki thonë? Gjdo herë me ato etiketimet, mëre majmun, mëre magar, mëre glup, mëre idiot, mëre ti që smervesh, mëre të qekic, mëre të këmak. E po fëmija masane s'ngon, po s'ngon mëre. Fëmija masane nuk don mëre. Një gjysh i cili penzionin e vetë, nojni divija ju ma pleq. Divija për funi. Ju pleq, në qovë se gjysën e penzijes nuk e argjeni me nipa, ta dini se Allah ja u ka morë bereqetin e penzionit. Gjipsën, mos i hipni këtive të mdheve kur të qonë hiqë. Me të rrit, me të fmit, me ata, shkojni gëzojni se rizaja Allahit është qatit, adini. Argjeni penzionet duke i gëzu, mjellni në zemrat ative dashni duke e pudhën si, duke e pudhën si një qeter e mbal, duke shtrëngut që të regojsh dashurien e gjyshit, ta maje men gjithmon se Haxhi Baba na qafke dhe na mirken xhami. Haxhi Baba na qafke dhe na theke mos pi cigare. Shtash vën migja, vën daja, hajde me Haxhin këtu, hajde me dajën këtu, unë që këtu, ka lej një Malboro. Shka i ka boki këtina? E ka shkatru. Shaje të dajën, shaje migjën, shaje tezën, shaje halën. Jo, të në edukata të gabume, të cilët duhet t'i largojmë. Jep një dashuri generatave të reja, duke ju tregu se lindja apo vendi burimit të kësaj dashurie është nga rahmeti Allahu Gjeleshanu. Tha o bir, o evlat, o loqke babës, inni ara fil menami enni edhbahuk. Tha unë jam të pa në andër, Zoti Gjelle Gjelaluhu në andër për kërkën që unë ty me të prej kurban. Tha ja abati fa'al ma tu'mer, se të gjiduni insha Allahu minë sabirin. Tha bab, bane tha qatë qka e kërkën Zoti, shka të ka urdhnu, se unë e ka me konë sabërli. Isha duke ledzu në për komentet e librave djetarve, thot Ismaili alayhi salatu vesselam, duke shku me Ibrahimin për udhë, shejtani i ban vezvese, thot a kime për një me kime e prej gjallin tja, a për një me e ki quë, gjallin e ki parthemos, e ki la, e ki vesh, e ki drejtu për me e prej kurbana. E marin ato gur, ju që kini me shku në hatë si vjet, kur të vini ta gjujni gurt, kujtojni që ketë nga hoxha juv, ato gurt, shka gjuën, janë gjuën simbol për ta largu shejtanin pi vetës, për mos me bon vezvese, për mos me realizue urdhnin e Zotit. Edhe Ibrahimi, edhe Ismaili, në tre vene gjujnë shejtanin me gur, edhe largojnë nga veti, kur mrin në momentin ta there e vladin e vet. Ju ma të rritë ngoni. Tha o bab, ka dale. Ibrahimi filloj të menoj e thot, mos po u bëhet pishman djali. Sefte tha, po bona teslim. Shka të është ti o bab qashtu, shka të e Zoti qashtu? Kur i tha ndalu, Ibrahimi u mleth. Tha urdhno o bir, majni men, orini. Tha o bab, tha në momentin tha që vendos të më therish, kapëm ma fort, tha pak. Mës livriti, tha se une kur të livriti, ka mundë si gjaki me ti përli teshat. Subhanallah. Ka mundë si, tha, gjaki me ti përli teshat. Fëmija i vogël 6 veçar, kujdeset për teshat e babës vetë. Sot dikush babën e vetë ka haru të vese, a ka shka të veshe. Ka haru të vese, kur e ka blek mishën e fundit. Ka fëmi plot fëmi sot, ka haru ven bajrami, shkon i veshe vlatë të vetë, vesh grynë e vetë, vesh vetë vetën, babën e vetë haron të veshe. Nënën e vetë haron të veshe. Tha o babë, tha, kam frikë, tha, se une mos po livizi, tha, po ti përli, tha, teshat, tha, se i pas ke teshat e mira.
O babta kapën pak ma fort. E para, tha e dita, o babta, mloma tha ftyrën, tha bab. Mloma ftyrën, tha babta, se unë e di, tha se ti zemrën e ki shumë but të meje. O bab, mloma ftyrën, tha se kur të ma shoh shtyrën ti të ven dhim na unë se në qonë urdhnin e Zotit. Qoj urdhnin e Zotit, mloma ftyrën, edhe pse mdhem, edhe se mdhem, s'ka gajle. Kur i ki thonë babës tanë, be? Kur ju ki drejtu babës tanë, me i thonë, o bab, mu mësë më këshirët i drejtimin tanë. Kur i ki thonë babës tanë, o bab, ti esh mirë për mu, s'ka problem, s'ka dertë. Kur i ki thonë babës tanë, o bab, unë s'ka gajle hapi, hati. Kur i ki thonë babës tanë? Si ki thonë asë njëherë. E treta ta, o bab, që këtë këmishën ta po e heki, që janë në steme, ta se e nin erën në eme, e nin erën prej këmishës teme. Dhe edhe më si kanë zotë, thuj ka vdek. Po si thuj se më ki preset me rinoti. Dhe ketë që kjo, Allahu do në të boje në prezencën e babës me vladin, pa kon nana. Se ti shkon nana si shbo kjo. Ti shkon nana s'le. Nana therët vetë, se le vladin e vetë. Nana vdes vetë, se le vladin e vetë. Për atarësi e gjemot, gjithmonë vlerën e nanës edhe babës mos të harojmë. Kur hiq, mos të harojmë se nonë kur kush nuk të bëhet. Babë kur kush nuk bëhet. E vlad, 6 vjet i ka pas Ismaili a.s. E menon babën e vetë. I menon djenjat e babës vetë. E menon zemrën dhe shpirtin e nanës, që ajo mos të mërzitët me alon mës veti një sen, që ta kujton e vladin e vetë. Ne lusim Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu, nanat tona, babalar tonë, shka i kina gjallë, Allah i jep shnet, isha Allah. Ne lusim Allahu, ata që kanë shku për në ahiret, Allah ti më shiron, isha Allah. Ne lusim Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu, ata që të shkojmë për në haqë, Allah i haqin kabul të baboje. Ne lusim Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu, ata që kanë vendos kurban me prej kurbanat kabul të baboje, Zoti Gjellëshanu. Allahu në fund të kësaj bisedës, në fund të kësaj ngjarjes i thotë o Ibrahim dalu, nuk dojmë në atim me prej vladin tanë, që një kurban, prej asaj dite jetë edhe kurbani mu thirë, që një kurban, por jo si kurbanat e dynjajës, kurban i gjennetit, që Allahu 40 vjetë, ashtu si thënë komentator, e ka përzgjedhë ma herët në gjennet, e ka rujt atë kurban edhe e ka zbrit Ibrahimit a.s. me Gjibrailin a.s. në dynja, tha që qoje në vend urdhnin edhe premtimin, prej kurbanin s'ki nevoj me prej vladin, lusim Allahun Gjellëshanu kurbanat tona kabult në i ban, na ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun gjunat tona afe makfiret në i ban, ne lusim Allahun Gjellëshanu rinien ton islam të udhëzën, pleqve ton t'jep i mërgjat, shëndet plot, të smuntit t'i shëron, të burgosurit pa fajshëm t'i liron, ata që janë largë vatanit nga çdo e keqe t'i mbron dhe t'i furnizon, ne lusim Allahun Gjellëshanu wa Gjelle Gjelalu, gjennetin gjithve nasip në i ban, e kullu ma tesma'una wa astaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala al-Fatiha.